Projektet e komunave të financuara nga Kredia Hungareze tashmë do të mund të ndiqen përmes platformës projekti.gov.mk, e cila do të ofrojë qasje të plotë për secilin mbi mënyrën si shpenzohen mjetet dhe për çfarë qëllimi. Në platformë do të paraqitet faza realizimit të projektit, institucioni përgjegjës do të mund të shihet buxheti dhe efikasiteti operacional i tij, si dhe të kërkohet në detaje sipas komunave se cilat projekte janë në realizim. Kryeministri Hristijan Mickoski theksoi se kjo platformë nuk është vetëm një sistem teknik, por mesazh se gjithçka do të bëhet në transparencë. Воспоставуваме систем во кој секој граѓанин, секоја општина, секој новинар, секој представник на граѓанскиот сектор и секој релевантен чинител ќе може во реално време, транспарентно и прецизно да го следи текот на проектите кои ги финансира владата. Токму така треба да функционира една европска држава. Po ashtu, qytetarët do të kenë mundësi të parashtrojnë pyetje në platformë dhe të interesohen për të dhënat e caktuara të projektit. Nga thirrja e parë financohen gjithsej 288 projekte, por për momentin në platformë janë publikuar vetëm të dhënat për 30 prej tyre. Nga qeveria thonë se platforma do të plotësohet gradualisht derisa të paraqiten të gjitha projektet. Përveç kësaj, platforma do të zgjerohet edhe me projektet e thirrjes së dytë. Ова платформа покажува дека јавните средства се под јавен надзор, дека институциите работат со јасни правила, дека општините имаат еднаков пристап и дека владата функционира со современи стандарди на отчетност и дигитализација. Projektet komunale të financuara me kredinë e marrë nga Hungaria përfshin 288 projekte me vlerë 75 milion euro, ndërsa me thirrjen e dytë janë përfshirë 828 projekte të reja me vlerë 225 milion euro.